Rikthyer sërish në studio, në këtë moment do të hedhim tani një sy shtypi të shkruar edhe lajmeve të ditës së sotme, lajme të cilat janë të fushave të ndryshme, sociale, ekonomike, nga showbizi, nga VIP-at shqiptarë dhe ata në botë. Mirë, do ta fillojmë me disa këshilla për të pasur një gjumë, sa më të mirë janë 10 këshilla për të fjetur më mirë nga stresi dhe keq ushqyerja duke vazhduar me aktivitetin fizik dhe ambientin në të cilin bini në gjumë, ja se si mund ta përmirësojmë gjumin Lori. Patjetër, na i thuaj. 1. Lëreni punën jashtë dyreve të shtëpisë ose të paktë dhomës së gjumit. Është një nga këshilla, domethënë gjithë punën, stresin, që ke lëri jashtë. Pa mund të harrohet, por gjithsesi duhet të takosh duhet ta mësosh trurin. Keni kujdes me atë çka hani. Një dietë e ekuilibruar ndihmon për të mos kryer shumë tretje fizike, duke bërë edhe më të vështirë gjumin. Karbohidratet, më fal që të ndërpres, thuhet që darka është e rëndësishme sepse jemi mësuar që ne mund të hamë në orare të vona, por pas orës 19 të paktën nga specialistët nuk këshillohet që të konsumohet. Edhe siç e thamë pak më lart që tretja nuk duhet të jetë në një aktivitet të vazhdueshëm. Megjithatë karbohidratet, perimet dhe produktet e qumshtit duhen konsumuar me recetë, por larg një darke me bazë proteinash, të llojit me mish të bardhë ose të peshkut. Pra nuk duhet të kesh një darke që përmban proteina. Okej, këtë tham. Tjetër? Dedikoni një aktiviteti shlodhës përpara se të shkoni në shtrat. Më klasike është leximi i një libri, por ka edhe metoda të tjera. Një film aksion nuk do ishte i këshilluar, thotë, pasi do një nivel të lartë përqendrimi. Normale, ndoshta muzikë lehtë me kufje ose muzikë me kufje apo jo? Ja. Pastroni mendjen nga mendimet. Evitoni të shkruani listën e gjërave ose projekteve që duhet të bëni që në fillim të ditës tjetër. Ndërsa mua më ndodh që të bëj rezumen e ditës që po lë pas. Jo, agjendën e ditës tjetër. Po mirë, to që po themi ne duhet i lësh, ato që po bën ti nuk e di se si e bën. Prap mendime janë edhe ato, të turbullojnë paksase. Bëni kujdes me ambientin në të cilin flini. Mbani një temperaturë jo shumë më të ngrohtë. Ekspertët sugjerojnë nga 14 deri në 18 gradë, por jo më shumë se 20 gradë. Më pas, zgjidhni një shtrat mjaftueshëm të gjerë dhe të gjatë, i cili ndihmon për të gjetur pozicionin e duhur. Kështu që duhet edhe një aztek shumë i mirë për të pasur një mbështetje të mirë të kokës, dhe kjo të bën që ti të shkosh në një gjumë të rehatshëm. Megjithatë, kujdes duhet edhe me dritën. Ajo mund të ndihmonte për të zgjuar dhe normalisht dallohet edhe me sy të mbyllur nëse drita është e fortë. Kështu që duhet të kemi dritë të fortë, po kam përshtypjen se duhet të kemi errësirë fare po gjumin e rehatshëm edhe të qetë. Duhet të kesh, duhet pasur sa më shumë errësirë sepse ajo drita ndikon tek syret, ndikon që ti të zgjohesh. Ah, kuptova. Tjetër, mundoni të mbani orare të rregullta, jashtë quajtur rizimi biologjik. Ndihmon për të zgjuar në të njëjtën orë, por edhe për të fjetur me më pak lodhje. Nëse shkohet në shtrat me vonesë, do të ishte mirë që të mos e vononi zgjimin, për të mos shkatruar fizikun. Pra, edhe nëse ti shkon më vonë se herët e tjera për të fjetur, do të pikërisht në të njëjtën orë që ti e ke bërë. E kuptova. Mirë, ata që janë në shkollë ose në punë që kanë orare fikse, sigurisht që zgjohen, po personat që qëndrojnë në shtëpi, ai gjumi i mëngjesit të lezeton shumë. Përgjatë ditës, ndërkohë shtata është përgjatë ditës, kërkoni të kaloni më shumë kohë në ajër të pastër dhe në ndezet e diellit. Kjo ndihmon në rritjen e nivelit të melatonit në gjak, duke i dhënë ndjenja më të mëdha reaktivitetit. Në të kundërt, në mbrëmje me rënien e melatonit do të rritej ndjenja e lodhjes dhe bashkë me të edhe dëshira për të fjetur. Mirë. Këto ishin këshillat për një gjumë të mirë edhe të shëndetshëm, sepse është tepër e rëndësishëm. Në të kundërt, pastaj gjithë ditën të jetë i lodhur, i plogësht edhe nuk je e rehatshëm. Dy të fundit u keni rrethuar? Teta, bëni aktivitete fizike të rregullta. Sporti është më mirë nëse praktikohet 3 herë në javë. Ndihmon në prodhimin fizik të substancave qetësuese. Kështu që duhet bësh aktivitet fizik 3 herë në javë. Po, tjetër, e fundit, kujdes me duhanin dhe alkoolin. Shumë studime kanë treguar se nikotina ka efekte negative të ritmit të gjumit. Prezenca e tij në gjak influencon në fakt në sasinë e gjumit të thellë. Pra, dhe një gjumë i thellë është i parahatshëm. Edhe pa duhan dhe pa alkool, larg këtyre, diskutohet. Kalojmë tani tek një lajm i çuditshëm edhe shumë interesant. Zbulojmë pas 50 vitesh që janë motra.
fati deshi që të kishin mënyra të ndryshme jetese, por u deshën 50 vite për të zbuluar se ishin motra. Jenny ka qenë një fëmijë i adhurueshëm pasi ka qenë fëmijë vetë dhe është rritur me mjaft përkujdesje nga prindrit e saj, ndërsa e motra Helen u rrit nga një baba i dhunshëm dhe një nënë e papërshtatshme. Ajo ishte abuzuar emocionalisht dhe fizikisht dhe i vetmi person që ishte treguar i mirë me të ishte i vëllai George. Megjithatë, fati bashkoi këto dy gra. Daily Mail zbuloi vitin e kaluar se Jenny dhe Helen ishin motra, të cilat ishin dhënë për adoptim dhe ishin braktisur nga nëna e tyre. Ironia e fatit. Ndërkohë Lori në Suedi. Ka komentu? Ndërkohë mi që duke lexuar një artikull shumë interesant që në Suedi kanë filluar disa kopshte për fëmijët 24 orësh. Oh. Janë shumë. Po jo, janë disa prindër të cilët punojnë me orë të gjata, nuk kanë kohë, domethënë, dhe çon fëmijën e lantje. Nga pamundësia e kohës fizike normale që do të ishin zgjidhje, por është shumë mirë, nëse ti të rish pa e parë fëmijën. Për mua është një zgjidhje e zakonshme, nuk se pse ri pa e parë fëmijën. Mirë, ai. Sepse ti e ke punën turnin 2. Ndërkohë kopshti mbyllet në orën 4. Ku do të çosh ti fëmijën që punon turnin 2? Po, e çon fëmijën në kopë. Dakor, kjo është. Kjo është idealisht 24 orë. Tani histori gjithmonë në kopë është pa qëndruar fare në shtëpi, edhe pa ndjerë aromën e prindërve që atyre u mungon shumë kur janë të vegjël. Është vetëm kjo që ti turnin 2 e çon fëmijën. E qartë. Mirë, të kalojmë tani tek një lajm tjetër nga showbizi, Justin Bieber drejt rrugës së aktrimit. Këngëtari Justin Bieber, i cili edhe pse i ri në moshë po shijon suksesin muzikor, mund ta provojë veten edhe në aktrim. Është një dokumentar i fundit, ndërsa nga ana tjetër, nëse ai ka dëshirë dhe do të tentojë në rrugën e kinematografisë, Selena Gomez ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik në detajet që ka deklaruar në lidhje me historinë sentimentale që pati me Justin Bieber. Aktoreja Bruna është faqur në një emision të famshëm televiziv në një formë mjaft të mirë fizike. Selena nuk hezitoi të lëshojë batuta për romancën me Bieber, duke pohuar se kishte bërë atë të qaj. Tani unë di që Justin e bëri Selenën qaj, apo është Ana Sjellta. Që thonë ta për një tjetër, që nësi ka se kush ka qartë, po qau ai, lajmë mushën gazetët dhe knaqet. Me këtë syësh aty? Me këtë syësh tani, qau Justin, qau si... Si nuk e fanë, sa si Justin, as si Selenës, prandaj e komenton të Selena nuk është keq. Do të ndjekim tani një material, bëhet fjalë pikërisht për Kate Middleton, e cila tregon barkun e saj gjatë shtatzënisë. Ndjekim materialin. Dukesha Kate Middleton, shtatzan, ka gatuar simite për bamirësi. Së bashku me princin William vizituan një qendër fëmijësh në nevojë në Britaninë e Madhe. Aty Kate është dukur shumë e lumtur dhe e mrekullueshme. Kishte veshur një fustan të zi, i cili tregonte barkun që sapo ka filluar të rritet. Siç dihet, Kate është në pritje të fëmijës së saj të parë dhe që është vajzë. Sa mirë, sa e mbëllesh në portret, Kate Middleton, e mrekullueshme. Edhe fëmija ka për dalë lezeshme, nuk se? Normale. Për të kalojmë tek një lajm tjetër nga showbizi, këtë herë bëhet fjalë për personazhet famshëm në Shqipëri. Nora Istrefi seksi në veshjet e saj. Së fundmi, Nora ka publikuar një fotografi ku duket mjaft seksi dhe me stil, ndonse shpeshherë është kritikuar për kopim stilës të yjeve të mëdha botërore. Nora ka dëshmuar se stili i veshjes është një nga dashuritë e saj më të mëdha që po e kultivon dita ditës. Ndoshta mund të duket pak crazy në stilin e saj, por në fund të fundit ngelet Nora Istrefi. Ajo thjesht do të jetë në qendër të vëmendjes dhe kaq mbyllet historia. Mirë, është një artikull shumë interesant. Kafeja rrit jetë gjatësinë, thuhet. Po. Lexoj njerëz, do të flasim pas pak për kafen. Për shumë njerëz, kafeja është e domosdoshme për të hapur syt në mëngjes, thuhet. Megjithatë, përveç se një dozë kafe shërben për të nisur ditën me ritmin e dur, një studim i ri tregon se ajo ka edhe një efekt të rëndësishëm pozitiv për sa i përket jetë gjatësisë. Po mirë, duhet limituar masa, sepse mund të ketë persona që i bën shumë dëm kafeja. Megjithatë, ne do të flasim për këtë temë pak më vonë, kështu që do ta sqarojmë më mirë se është e vërtet ky studim që është bërë, ta zgjat jetën kafe apo? Do të kemi të ftuar ideologen ton Anila Kallesh, ndërkohë që vazhdojmë me lajmet tona. Fletë telefon me djalin në Afganistan pushohet nga puna. Shoferi i autobusit të shkollës në Florida nuk ishte folur me djalin e saj ushtar në Afganistan prej 7 muajsh dhe u pushua nga puna teksa ai telefonoi t'i uronte ditëlindjen. Është kapur nga kamerat e survejimit duke folur shkurtimisht në telefon, ndërsa drejtonte autobusin e fëmijëve, por që nuk ishte nxënës në bord. Ajo tha se u përgjigj thirrjes së djalit të saj për shkak se ishte vetëm 2 bloqe larg parkimit. Nuk ishte fëmijë në autobus dhe se telefonata e rrallë e djalit të saj ishte për
t'i uruar ditëlindjen. Ajo seri situatën para autoriteteve të shkollës, të cilët e pezulluan të paktën vetëm për 5 ditë, nuk e pushuan nga puna përfundimisht, sepse në fundit nuk ishte asnjë rrezik, çfarë rregullash strikte. I ka ndodhur diçka shumë interesante në Itali, një çift ka vjedhur në supermarket, ka marrë disa ushqime të gjëra për edhe ka ikur pa i paguar. Ishin të dytë pa punë, edhe i ka arrestuar, ata supermarketi ka bërë denoncim, i ka arrestuar policia, i ka kapur. Ikën atë. E ka gjetur çantën, ka ikur vrap, kur të ikën se pashun nuk isha aty, që ti shikoje tani, ti po më pyet sigurisht. Sa anërorët e sigurisë që s'lejohet supermarketet. E kam denoncuar, po kanë ikur me vrap. Kanë ikur me vrap shumë. Ti po më pyet mua se u kam qenë prezant në atë dhe po. Megjithatë, si ka mundësi? Duket e çuditshme. Çuditshme që i kanë ikur, megjithatë policia i ka arrestuar, i ka kapur çantën. Dhe kur ka hapur çantën ka parë që kishin vetëm ushqime dhe veshje për fëmijët. Të ndodhur përballë kësaj situate, kanë thënë çfarë të bëjmë. Ata i kanë thënë me të dy pa punë, s'kishin do ushqenin fëmijët, i ka lënë të lirë. Duke dhënë një ndihmë, i ka lënë të lirë. Me janë treguar human të paktën. Ja, kjo është gjë e bukur. Do të kalojmë tani tek një tjetër material, bëhet fjalë për një vajzë shumë seksi. E zbulojmë përmes materialit. Kim Kardashian në shtatzaninë e saj të parë është fotografuar në aeroportin e Los Angeles me një palë shapka të zeza dhe të sheshta. Nuk ka më taka të larta për pasaniken trashëgimtare, por vetëm një palë sandale për të ecur rehat dhe lehtësisht. Tani që është shtatzan me barkun që i rritet ditë pas dite. Më në fund edhe ajo si shumë të tjera ka lënë mënjan imazhin e saj seksi dhe fashion, për të cilin ka punuar shumë për t'i lënë vend prakticitetit. Rikthehemi sërish në studio, nuk e di nëse kemi një lajm tjetër tani. Një lajm është gjë shumë interesante. Janë dy sportistë, njëri është Diego Armando Maradona, që është shumë i famshëm, është edhe dhëndri i tij, Aguero. Po di çfarë ka bërë? Ka lënë gocën e Maradonas dhe i ka marrë të dashur e Maradonas. Çfarë pati ai? Si të dashurën që kishte aktualisht në krah Maradona, apo një të dashur që ka pasur? Dashur e Maradonas i ka lënë nosën, është dalë nga nosa, i ka marrë të dashur. Ishte i martuar me vajzën e Maradonës? Po, ka qenë i martuar me vajzën. Pas ka bërë kështu si telenovel, më duket. Pa ma Argentina, se ka merr me telenovela, Argentina si meksikanë ata, brazilianë telenovela, kështu i duket dhe jeta. Interesante. Ndërkohë që nga Shqipëria, një këngëtare Shqipëria, nga Kosova, për Shqipëri Kosovë një, Vesa Luma pritet që të hedhë shumë shpejt tani në treg albumin e saj më të ri, gjithashtu edhe klipe mjaft interesante. Ka realizuar një tur me koncerte në Europë Vesa, dhe jo vetëm ajo, së bashku nuk e ka shoqëruar Big Basta, po një tur koncertesh në Europë, ka realizuar edhe Shpat Kasapi, i cili pritet që të jetë në Tiranë javën e ardhshme, ndoshta për të bërë edhe një deklaratë të fundit për sa i takon ndarjes nga Afrodita Dreshaj. Ndërkohë që të shëtëvemet që qarkullojnë, dhe kemi thënë edhe ditë më parë, thuhet se Shpati po flirton tani me Fjolla Morinën, nuk e dim. Presim një sqarim. Shkojnë si çifta ata dy apo jo? Të pëlqejnë ty, ë? Mirë, do të kalojmë tani në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak për të trajtuar një tjetër temë. Rikthehemi sërish në studio, është momenti që të flasim tani për kafen, edhe pse kishte dalë një rezultat i studimit të fundit që kafeja të zgjaste jetën, deri kur duhet përdorur, cili është limiti, cilat janë vlerat, gjithashtu edhe antivlerat e saj. Të ftuar sot në studio për të folur, kemi dietologen Anila Kalleshi. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Si jemi bashkë, Anil. Përshëndetje. Kafeja, sa rëndësishme është në jetën tonë? Thuhet që duhet patjetër një kafe në mëngjes për të zgjuar. Është e vërtetë apo jo? Doni t'ju jap shifra. Atëherë 37 milion kafe në muaj pijen në Shqipëri, nga shqiptarët. 37 milion ekspres, edhe 30 milion janë kafe turke. Imagjinoni, është një konsum rreth 15 miliard në vit lek që konsumohen vetëm për këtë kafe. Jo, për të kuptuar se sa e preferuar është nga ne është. Shqiptarët e përdorin rreth 5% të ardhurave të shqiptarëve shkojnë në konsumimin e kafes. Ja kalojmë dhe italianë, pra, jo, është vërtet që ja kalojmë anglezëve në fakt vendet e ftohta, vendet nordike kanë një konsum më të tepër të kafes, por ne shqiptarët sipas statistikave konsumojmë rreth 2.2 kg kafe në vit. Nga kjo 1.2 është kafe ekspres dhe 1 kilogram është kafe turke. Me që se e bëm këtë ndarjen, kafe ekspres dhe turke ndryshojnë, sepse zakonisht kam dëgjuar të paktën që ajo ekspres është më rrezikshme, ka më shumë... Absolutisht ndryshojnë nga mënyra se si bëhet, nga mënyra e përzierjes, pasi kafeja turke është një kokër kafe e vetme, ndërsa te kafeja ekspres janë përzierje
varet nga dhe tipi lloji i kafes, mund të bëjmë përzierje me 3, me 8, me 6, me 12 lloje të ndryshme kafeje, duke dhënë një shije, një aromë të ndryshme, të këndshme. Komercialiteti dhe industrializimi kanë evoluar gjithmonë më tepër dhe këto përzierje sa më të forta të jenë, sa më shumë përzierje të ketë, një shije më të mrekullueshme do ketë kafeja. Dhe te kafeja ekspres, në qoftë se kemi parasysh kalon nëpër filtra dhe është pak më e hollë dhe ka pak më pak kafeinë se sa kafeja turke. Kjo është ideja. Kafeja turke përmban 40 deri në 80 mg kafeinë, gjë që është shumë e rëndë dhe nuk këshillohet më tepër se 400 mg në ditë. Kjo është arsyeja pse shpeshherë kafeja ka atë efektin negativ ose nuk këshillohet për sëmundjet e sistemit kardiovaskular sepse rrit pak tensionin e gjakut, gjithashtu për persona që kanë probleme me gastritet, probleme me kthimin e me refluksin e ushqimit, nuk këshillohet konsumimi i... Po te kafeja ekspres tonë më shumë dëmin ta sjell ajo pjesa e sipërme, si ajk thonë. Ajo si ajk sepse mund të ketë edhe përzierje me qumshtin dhe ideja e yndyrës së qumshtit është shkuma e qumshtit është e tepërt. Kjo është ideja që... Po ka një limit moshe kur duhet të filloj konsumi i kafes? Po të adoleshentët e pinë masivisht? Po të shikosh tani pikërisht. Adoleshentët ndoshta është, sepse kafeja është një ushqim i cili, një pije e cila për fatin ton të keq apo të mirë ka çmimin më të ulët të mundshëm. Domethënë kushdo e ka mundësinë për të konsumuar një kafe dhe ndoshta në lokale dhe në bare kur adoleshentët mblidhen, ndoshta ajo është gjëja më e lirë që mund të marrin. Dhe këtu fillon ta zvendësojnë edhe me çajin, këtu fillon gatimisht. Në fakt çaji dhe kafeja, pothuajse aty çaji ka kateinat e nevojshme, ndërsa kafeja ka kafeinën dhe polifenolet, antioksidantët. Nuk është sepse gjithmonë ne shikojmë anën e keqe të kafes, por absolutisht ka anë mjaft pozitive, ka shumë antioksidant, mund të themi që një filxhan kafe ndoshta ka më shumë se një lëng boronice antioksidant. Ka rreth 80 antioksidant. Dhe kjo është dilema që duhet konsumuar apo nuk duhet konsumuar. Është e mirë apo s'është e mirë? Pse duhet ta konsumojmë? Deri në 2 kafe në ditë ne jemi mrekullisht të mbrojtur nga kafeja. Është bërë një studim, ai që sapo ndoshta edhe ju tentuat të zgjat jetën dhe në fakt ky studim është bërë në Greqi, në një ndër ishujt e Greqisë, ku banorët e këtij ishulli mban për një gjatësi më të madhe në botë. Dhe është vënë re që ato pinë rreth 3 deri në 4 filxhana kafeje në ditë. Gjë që tregon që polifenolet që ka, acidi klorogjenik i cili ndihmon pengon piksin e gjakut në tru, është shumë i rëndësishëm në përbërjen e kafes. Çfarë humbin ata që nuk e konsumojnë, Anil? Kështu i shfaqim më tepër në palë. Nuk e konsumoj sepse në momentin që arrit ta konsumoj, më krijon në organizëm një dridhje. Kjo ndoshta është nga që nuk jam mësuar, ndoshta është nga që tensioni im që zakonisht është i ulët, nuk është shumë i lartë, me një rritje pas konsumimit të kafes, nuk më mban organizmi dhe megjithatë konsumoj kafe, nuk e di fare te kjo pjesë si unë jam larg kafes. Kafeja dikur konsumoj në periudhë 2. Kafeja dikur është cilësuar si një dehidratues i organizmit. Në fakt, do thosha që ai të ndihmon mjaft mirë, ndoshta në përmirësimin e metabolizmit dhe këshillohet konsumimi 1 ose 2 kafe në ditë, ndihmon në përmirësimin e metabolizmit dhe është një diuretik shumë i mirë. Natyrisht kjo thash dhe më përpara është për personat e veçantë që vuajnë nga gastritet, nga problemet e stomakut dhe nga refluksi, nuk duhet konsumuar, duhet shmangur, por që për persona tjerë për të rritur metabolizmin, pra ndoshta edhe për të mbajtur trupin në peshë në formë ideale, do ishte shumë e mirë të konsumojë 1 deri në 2 kafe në ditë. Ka oraret përcaktuara të ditës sepse thonë jo natën apo pas ditën e vonë. Është krijuar një ide që mëngjesi është shumë e mirë dhe dëgjohet shumë shpesh kjo shpreha që nuk më hapen syt pa pirë një kafe. Në fakt nuk është e vërtetë, por ata që janë mësuar, ai është një autosuggestion apo psikologjike. Trupi pikërisht, që trupi vetë organizmi ja ka krijuar vetes me idenë që në momentin që ti konsumon një kafe, është e vërtetë që polifenolet që ndodhen tek kafeja ndihmojnë mjaft mirë në zhvillimin e adrenalinës. Adrenalina është një hormon i cili na ndihmon të ndihemi mirë, të jemi të gjallë aktivisht. Dhe kjo ndoshta është edhe arsyeja pse këmbgulet dhe pse thuaj që në momentin që unë konsumoj kafe, mua më hapen syt, jam më aktiv, nuk është e vërtetë,
Thjesht është ajo adrenalina që ndodhet brenda në organizmin tonë dhe gjithashtu autosugestioni i cili. Mirë, në thamë të dy kafe, të turkes dhe të ekspresit. Ka dhe lloje të tjera. Ekzistojnë pafund, po, ekzistojnë pafund. Kafeja që është dekafeinatë, nuk e di që është pa kafeinë. Duhet të ketë efekte? Thash, pra, ekzistojnë produkte të cilat janë shumë lloje, janë rreth 40 lloje kafeja. Përbërja e tyre, bashkimi i tyre dhe përzierja e tyre në formën më të mirë ndihmon mjaft mirë në krijimin e perceptimin e një shije të mrekullueshme për organizmin. Por në momentet kur në natyrisht sa më pak kafeinë të kishte, aq më mirë do ishte për organizmin, pra nuk është i dhënë më shumë se 400 mg kafeinë në ditë, por kafeina nuk merret vetëm nga kafeja. Mund të kenë dhe konsumim të pijeve me gaz, të cilat pikërisht, të cilët kanë pjesë të tepërt kafeine dhe mund të themi ndoshta që një konsumimi një 300 mg kanaçe pije me gaz do ishte më i keq se sa të pinim të konsumonim 2-3 kafe në ditë. Po çfarë mund ta zëvendësojmë konsumin e kafes? Anil, dhe është e rrezikshme në momentin që ne kemi krijuar varësi ndaj saj? Pikërisht kjo është shumë e rëndësishme sepse pjesa më e madhe e njerëzve krijojnë një varësi nga kafeja, gjë që nuk mund të bëjnë, nuk mund të jetojnë. Me kalimin e viteve, ndoshta me kalimin pas periudhës së menopauzës të gratë apo pas një periudhe të 50-tave tek meshkujt, do ishte shumë e mirë konsumimi 2-3 kafeve në ditë për të sistemuar sistemin kardiovaskular, gjithashtu kundër mpiksjes së gjakut në tru, do ishte shumë e mirë, por më përpara do ishim të kujdesshëm që mos ta konsumonim më tepër. Për shumë faktorë dhe shumë arsye. Pra faktorë që mos të bëheshim vartës, pse jo, kafeina e tepër do na krijonte dridhje, ankthe dhe është bërë një studim i cili ka treguar që njerëzit depresiv zakonisht pinë shumë kafe, që do thotë që kanë konsumuar shumë kafeinë dhe mund të kalojnë dhe në probleme dhe deri në vrasje, deri në gjëra, persona që konsumojnë deri në 7 deri në 8 kafe në ditë. Pikërisht. Prej kafes. Pra ka lidhje drejt për drejt me çrregullimet nervore. Kanë probleme shumë me ëndrat. Konsumimi i kafes mbas dite është përsëri një problem më vete, pasi pjesa më e madhe e njerëzve gjatë konsumimit të kafeve mbas diteve apo darkën shtyn orarin e fjetës. Dim që gjumi është aleati ynë më i mirë i të gjithë gjendjes tonë shëndetësore. Ndihemi shumë mirë, ndihemi të freskët, kur bëjmë një gjumë të rehatshëm. Kam një 10 këshilla, 10 ishin? Teksa lexonim shkruajtur në momentin që ne konsumojmë kafe, është shumë e vështirë për ta zënë gjumë, për të pasur një gjumë të qetë. Meqense bëm këtë diferencimin e moshave dhe thamë që të paktën pasi kanë kaluar adoleshencën mund të fillojnë konsumin e kafes, po pa e kaluar limitin e 2 kafeve në ditë, qofshin këto ekspres turke apo çfarë do lloj, po një diferencim midis meshkujve edhe femrave, ku ndikon drejt për drejt? Tek femra do thoya që pjesa më e madhe e tyre kanë edhe atë pjesën e kafemanis quhet ajo, është ai momenti kur ndoshta edhe mund të shikojmë se janë ndonjë filxhan apo ndonjë gjë. Dhe mblidhen dhe është ndoshta momenti që meshkuj shohin filxhan. Është ndoshta momenti që gratë kanë parë dhe më parë apo. Gratë përpiqen të kalojnë orë të tëra, kohë të tëra, duke qëndruar përpara atij filxhanit të kafes. Për mua pak më e frikshme është ata persona që punojnë në zyrë dhe tashmë nuk e pinë kafen. Pikërisht, dhe tashmë nuk mjaftohen me atë filxhanin e kafes, filxhanin që ne i mësuar të shikojmë gjithmonë, por marrin një kanaçe të madhe, e mbushin me kafe dhe ato e konsumojnë gjatë 8 orësh të ditës. Kanë vllazuar këtë nga vendet europiane. Nga vendet amerikane më tepër, sepse amerikanët kanë atë konsumin e kafes, por ato gjithsesi e kanë të holluar. Ka më pak kafeinë. Kanë të holluar natyrisht sepse përdorin jo kafe turke, por kafe ekspres, kafe ekspres e holluar mjaft mirë, e kaluar nëpër filtra të cilët marrin ndoshta pjesën e llumit që ne konsumojmë te kafeja turke, por gjithsesi dhe ajo gjithsesi ka kafeinën e tepër që ekziston dhe gjithë kjo kafeinë në organizëm absolutisht nuk është e mirë. Ka rëndësi që ose konsumohet të ftohtë apo e ngrohtë apo? Jo, ajo varet nga preferencat, mund të konsumohet e ngrohtë, e ftohtë, mund të konsumohet e shoqëruar me qumësht brenda, mund të konsumohet në mënyra të ndryshme, natyrisht nuk ka asnjë lloj problemi, por e rëndësishme, ajo që është më rëndësishme është mos të tejkalojmë masën e tyre, sepse deri në 2 kafe do ishte e mrekullueshme për organizmin. Përmbaret 40 deri në 80 mg kafeinë dhe po të llogarisim me 2 kafe kemi marrë rreth 150 mg kafeinë, që është e mjaftueshme për organizmin. Ato që nuk konsumojnë fare, nuk do thosha po pikërisht, përderisa nuk kanë humbur gjë të madhe. Jo, absolutisht gjë të madhe. Po ata të cilët e përfshin si një vakt të plotë të mëngjesit të tyre, thjesht një kafe dhe pastaj largohen për të marrë angazhimet e tjera.
Është e këshillueshme kjo dhe me çfarë duhet shoqërohet? Ne kemi këshilluar vazhdimisht që konsumi i mëngjesit është shumë i rëndësishëm, vakti i mëngjesit është shumë i rëndësishëm për të gjithë. Është i rëndësishëm për përqendrimin, është i rëndësishëm sepse ora biologjike në organizëm vepron gjatë gjithë ditës dhe është shumë e rëndësishme që vetë ne ta përgatisim stomakun dhe të gjithë organizmin në mënyrë që gjatë gjithë ditës mos të ndjejmë pastaj më pas në vaktin e drekës të kemi një uri të tmerrshme dhe të konsumojmë sa për 2-3 vakte. Kjo është edhe arsyeja që nuk këshillohet që të konsumohet vetëm një kafe, madje as në rastet kur bëhet dietë e rept, këshillohet që të konsumohet ndoshta me 2-3 biskota integrale, do ishte shumë e mirë të shoqërohej. Ose ndoshta mund të konsumohej si vakti i paraditës ndoshta. Pra që do thoja që do konsumohej vakti i mëngjesit, do ishte shumë e mirë që kafeja mos të binte në stomakun bosh, pasi kam mjaft probleme në stomak, lëngjet e stomakut në mëngjes dihet tashmë që krijojnë pak probleme në momentin kur konsumohet kafeja që në pikë të mëngjesit, pra me stomak bosh, dhe do ishte më mirë që të konsumohet diçka, një vakt indërmjetëm, që do ishte një qumësh në biskota apo diçka tjetër dhe më pas kafeja, ndoshta për të dhënë mbylljen e ciklit të vaktit të mëngjesit. Po ata të cilët përfundojnë për shembull jo mëngjesin, po drekën dhe thotë tani e dua një kafe, e kam të domosdoshme. Është mirë që të konsumohet më herë pas ushqimit apo duhet të ketë një lloj? Do ishte e mirë që të konsumonin rreth 1 orë 2 orë pas ushqimit. Thash të persona që kanë këtë ide kështu. Ëmbëlsirën dhe të konsumojnë kafe, ishte më mirë besoj. Po, do ishte më mirë. Në qëse do vinim një balans në kafes edhe ëmbëlsirës, patjetër që kafeja do ishte më e mos thoshe fruta ti, po, ëmbëlsirë. Po frutat duhen. Pas ushqimit frutat dhe kaq, me kaq mbyll, kafen e lë po frutat duhen pas kafes për pastruar dhëmbët. Mban rreth 80 antioksidant, pra nuk është absolutisht shumë e mirë. Thashë acidi klorogjenik që gjendet brenda në kafe është i shkëlqyer për mpiksin e gjakut në tru, ndaj nuk është absolutisht ka vlera pozitive. Këto e tregojnë dhe shifrat, përderisa konsumohet kaq shumë dhe përderisa ka njerëz që janë të çmendur pas konsumimit të kafes, natyrisht që është një produkt shumë i mirë që nuk duhet ndarë nga ne, por që nuk duhet të bëhemi vartës. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj, problemet e kafes ndoshta, pjesa më e madhe kur shpeshherë kafeja është kritikuar për efektet negative, ndoshta sepse kafeja gabimisht shoqërohet gjithmonë me cigaren. Dhe ndoshta është efekti pikërisht, dhe ndoshta është efekti i cigares, ai që tashmë dim të gjitha efektet negative të cigares, ai që shton vlerat negative kafes pa dashur ndoshta. Kjo është arsyeja. Fakti që na ngjyros dëmbët, çfarë tregon Anil për kafen? Fakti që na ngjyros dëmbët bëhet fjalë për persone që konsumojnë rreth 4-5 kafe në ditë, ndoshta po të konsumojnë 2 kafe në ditë dhe të jemi të kujdesshëm që pas konsumimit pas çdo vakti të lajmë dhëmbët, nuk do kishim ngjyrosje. Nuk kishim probleme. Japim edhe këshillat e fundit tipike për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin dhe që e pëlqejnë shumë kafen, nuk mund të heqin dot dorë prej saj. Këshillat që të konsumoni më shumë se 1 deri në 2 kafe në ditë. Pra, sasia në miligram e kafeinës që duhet të marrë në ditë nuk duhet jetë më shumë se 400 mg. Por nëse ne marrim produkte të tjera të cilat përmbajnë kafeinën, atëherë duhet jemi të kujdesshëm në konsumimin e kafes. Është mjaft e mirë si një vakt i ndërmjetëm. Këshillohet për personat për të sistemuar sistemin kardiovaskular, për të rritur metabolizmin, për të përshpejtuar. Është një diuretik i shkëlqyer për organizmin, nuk është dehidratues, sepse në rreth viteve 80 në një studim që u bë, doli që kafeja ishte dehidratuese, pasi në fakt personat që kanë probleme me mungesën e kalciumit në organizëm nuk duhet ta konsumojnë. Pasi me urinën arrin të dalin dhe minerali kalciumit nga konsumimi i kafes. Këta persona nuk duhet ta konsumojnë dhe ndoshta edhe këto janë arsyet të cilat kafeja kishte disa efekte negative, disa avantazhe të cilat nuk e mbronin, por në një studim të mëvonshëm, pra pas viteve 80, doli që kafeja në vërtet nuk është një dehidratues, përkundrazi, është një ushqim mjaft i mirë, një pije mjaft e mirë dhe e domosdoshme për organizmin, për sistemin kardiovaskular, nganjëherë për të rritur përqendrimin, në momentet kur konsumohet me tepritës, që ne kemi thënë çfarëdo që të konsumohet me tepritës është e dëmshme për organizmin, absolutisht, dhe në momentet që konsumohet 7 deri në 8 kafe në ditë, kujdes me hallucinacionet. Përpara se të largosh do të djegë pjesën 400 mg kafe në ditë, sa filxhan kafe i bie? Atëherë, një filxhan kafe ka 40 deri në 80 mg kafeinë. Bëj llogaritje tani. 400 duhet jenë rreth 5-6 kafe në ditë. 5-6 kafe në ditë janë të dëmshme, tmerrsisht shumë të dëmshme për organizmin. Famnave, 2 kafe do ishin të mjaftueshme. Po çu ushqimet e tjera ku mund ta gjejmë kafeinën? Përveç pjeve të gazuar?
Atër të Coca-Cola do e kishim në ekstrem. Me kujdes, kontrolloni rrjetet tuaja për ditë ushqimore. Anil, faleminderit shumë që ishe me ne, ishte kënaqësi edhe Miraç për të folur për temat të tjera. Faleminderit. Miqdashur, kalojmë tani në publicitet e rikthehemi vetëm pas pak në një bisedë shumë të këndshme me një këngëtare shumë të dashur për publikun shqiptar. Pas pak. Rikthehemi sërish në studio, është momenti që të prezantojmë këngëtaren, për të mos lënë më tepër suspans. Përshëndetje, mirë se ke ardhur në dita ime, Greta Koçi, kënaqësi e madhe që të kam këtu. Përshëndetje, mirë se u gjeta, është kënaqësi e tëra imja. Na vjen mirë që ke gjetur pak nga koha jote, sepse dim që ke agjendën plot, sidomos të ditët e fundit. E vërtetë është. Çdo hap është një peng, është klipi më i fundit, e hedhur në tregun muzikor shqiptar apo jo? Po, është e vërtetë. Unë jam shumë e kënaqur për suksesin që ka pasur si këngë audio, duke qenë se unë fillimisht e kam prezantuar në fakt si audio dhe më pas bashkangjitur edhe klipi. Po gëzosh, për një artist, do me thënë, kur ka sukses vepra e tij muzikore, sepse ne lodhemi, harxojmë kohë, energji e tjera, dhe jam shumë e lumtur dhe e kënaqur për suksesin e kësaj balade, që pa diskutim sigurisht prek më shumë të rinjt. Normale, janë të ndjeshëm. Po, janë të ndjeshëm. Cilët janë bashkëpunëtorët e tu? Kënga është kompozuar nga Gramos Kozeli, klipi është realizuar në Shkup nga Aleksandri, edhe xhirimet madje janë bërë në Shkup. Pse në Shkup, nuk janë ta që shumica e këngëtarëve domethënë që i bëjnë klipet në Shkup dhe ky Aleksandri. Po. Do të thonë nuk bëjnë mirë apo? Jo, nuk është të thënë. Përkundazi ka edhe këtu produksione shumë të mira që merren punojnë me klipe në mënyrën perfekte, po që unë Erion në fakt kam bashkëpunuar me të gjitha llojet të kompanive, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Ndodhi që unë këtë radhë thashtu të bashkëpunoj me Aleksandrin dhe kanë nxjerrë diçka të bukur. Pikërisht ka ardhur momenti tani pas gjithë këtyre sukseseve në muzikë, ka ardhur momenti që ti të përzgjedhësh vetë këngët të cilat të pëlqejnë, pra vjen një bashkëpunëtor, të ofron diçka, dhe ti thua, po ose jo. Atë unë do ta shpjegoj se si funksionon. Për ne, pa diskutim që ti jesh një artist i kompletuar, njëherë duhet të kesh dhe inteligjencën për të përzgjedhur materialin e duhur, përveç shumë faktorëve tjerë që ndikojnë në formimin edhe në plotësimin e një artisti. Unë për herë kam qenë jashtëmase e kujdesshme në përzgjedhjen e materialeve. Fal gjithë këtyre viteve eksperiencë në skenë, më është dashur të bashkëpunoj me kompozitorët më të mirë, shqiptarë edhe nga Kosova. Dhe gjithmonë kam zgjedhur atë që mua më ka pëlqyer. Pra, ne e porosis një këngë dhe them, unë dua një këngë kështu siç e dua unë. Dhe kompozitori më tregon 3 ose 4 materiale dhe unë gjithmonë zgjedh atë që më pëlqen mua. Ka alternativa. Kur nuk më ka influencuar asnjë kompozitor që të marr atë që ai ka zgjedhur për mua. Pse një baladë fundit, aq më tepër që po na afrohet tani edhe vera, jemi në pranverë. Pse vendose që të realizosh një klip? Në fakt, Lori klipi ka disa muaj që është xhiruar për hir të fetës, edhe unë për disa arsye të mia e mbajta pak në sirtar dhe prita këtë moment për ta nxjerrë, jo sepse ashtu kisha diçka unë timen personale që nuk mund ta nxjerrja pak më herët, por nuk është e thënë, domethënë që çështja e stinës tani edhe duhet të ndryshojë edhe rryma muzikore. Por dhe si tendencë tashmë gjitha këto që në verë duhet të dalin muzikë dance house. Sa është edhe performanca në klip që ndryshon. Po e qartë. Po unë përgjithsisht gjithmonë kam qenë pak më tepër e fokusuar se them tek baladat, ndoshta se mua më rrinte edhe mirë shumë në vokal. Kam eksperimentuar me publikut i duar troket në fundit të baladat. Po, aty është testuar suksesi. Kjo është normale. Po në verë nuk dhe i kërcen për pabë, se njerëzit... Po ka kohë, jo. Ndoshta, po e zbuluam të pjesën. Ja një surprizë, i e lodhur gjatë xhirimeve si kanë shkuar ato skenat pikante që ose mund të tregon. Ka qenë një skenë që ne ndoshta do ta shohim klipin edhe do ta kuptojmë. Ka qenë një skenë ku unë jam ngjitur sipër, janë ato dy luanët aty në qendër të Shkupit. Ka qenë një mbrëmje se ishte vonë, po xhirimet kanë nisur nga mëngjesi, kam përfunduar natën vonë dhe ishte ftohtë asar.
Edhe Aleksandri më thoshte duhet rish akoma Greta se ne duhet përfundojmë skenën deri në fund. Me fustan ishte, kam parë një fustan, po ishte për fustan ishte një tmerri vërtet se si e përballoja. Edhe njerëzit që më shihnin atje lart kaloi makina dhe më përshëndesen me dorë, edhe unë kur kisha pauzën time i përshëndesja me dorë. Kështu që ka qenë sa dhe përqeshur, sa dhe mendje që të merresh edhe me ta. Po ç'të bëja? S'ke si unë, nuk e do të bësh diçka që të shkollë. Xhirimet janë një pjesë shumë e lotshme për çdo artist, po dhe shumë e bukur që ne, domethënë, i mbajmë mend edhe i kujtojmë gjatë, edhe ato humoret, se do kaloj pa humor, nuk kalon koha gjatë xhirimeve, është e pamundur. Po të bëjnë edhe një farë mënyre pak aktore, interpretet mirë xhirimet e klipeve të ndryshme. Ka shërbyer kjo? Përderisa janë disa të tilla që numërohen aktualisht nga Greta. Pa diskutim, po të kërkon vetë puna dhe edhe profesioni që në një klip do duhet të hysh në rol edhe në aktrim. Kështu që tashmë është bërë e zakonshme kjo për mua tashmë. Kam përshtypjen se nuk ka lidhje me eksperjenca personale kënga edhe teksti i saj, çdo hapësh një peng. Pra, ka një peng Greta sot? Jo. Unë në pjesën më të madhe të këngëve të mia nuk është se i jam referuar historive të mia personale, por gjithmonë kam kuptuar se çfarë do më shumë publiku dhe masa, se çfarë temash pëlqen edhe ato jam përpjekur të kam. Por ashtu një këngë që ka qenë pjesëmarrëse në kënga magjike që unë e kam shprehur që ja kam dedikuar gjyshes time që janë nuk jeton më dhe kam pas një lidhje të jashtëzakonshme. Megjithatë, shpesh kam parë klipe ose këngët tua, gjithmonë kam menduar të pjesën që i ka ndodhur diçka. Ashtu? Po, nuk e di, ose ti aktron shumë bukur. Po ndoshta edhe nga aktrimi. Ose ndoshta njerëzit që ndodh vetë diçka dhe thonë, ja i ka ndodhur. Interpretohet. Ka shumë mënyra që njerëzit mund ta interpretojnë, po jo, asnjëherë nuk. Por ashtu këtë rast që unë kam dedikuar, realisht e kam dedikuar. Vazhdojnë akoma prindrit e tu që të jenë konsulentët më të mirë dhe më të afërt për çdo hap që hep Greta? Pa diskutim që vazhdojnë, unë mendoj që mbështetja më e madhe dhe suksesi që arrin në një fushë, në një profesion caktuar, nuk ka rëndësi muzika apo dikush tjetër, arrihet vetëm nga mbështetja dhe nga suporti i njerëzve që duan më shumë në këtë botë dhe si familja jote nuk ka. Dhe unë nga shumë artistë të tjerë jam komentuar shumë për lidhjen e ngushtë time me mamin tim, me prindrit e mi që Greta kanë shoqëruar që të vogël, sepse është normale, unë shoh shumë prindër sot që i shoqërojnë. Ma sot nuk janë në studio, nuk janë me ne sot. I përshëndesin nga ekrani. I përshëndesin se më na ndjekin. Po nuk rinë më se tani ja ka marrë gjithë vëmendje motra tash. Tani mbasenin. Jo, po edhe pa diskutim që kujdesem, tani vjen një moshë, edhe puna ime e përditshme. Paka shumë ti ke vënë në vijë, edhe gjërat i ke vënë në vijë. Po nuk kanë pse të vinë më. Por e kanë fjalën që është shumë e rëndësishme mbështetja e familjes jashtë masës shumë. Absolutisht. Flasim pak për muzikën, nëse i referohemi tregut muzikor shqiptar, në optikën tënde, si e sheh? Ke një mendim për të ndarë? Unë të them drejtën, pak kohë kam në dispozicion që të ndjek edhe këto kanale televizive, edhe klipet e reja që lançohen edhe dalin, po. Ta zhurnohesh me të reja. Opinioni im është që unë shoh shumë prurje të reja dhe domethënë i falenderoj të gjithë ata që marrin përsipër të organizojnë kompeticione në mënyrë që të lançojnë artistë të ri. Kjo është një mënyrë jashtëzakonisht e mirë për të hyrë në treg, sepse sot për të marrë suksesin ka shumë këngëtar, shumë të talentuar, të rinj, dje me vajza që këndojnë bukur, po këndojnë në shtëpi. Dhe duhet të dorë mirë, po që t'jepet mundësia në mënyrë që të lançohen. Dhe këto në Shqipëri, fatmirësisht, tani janë në masë, si të themi. Dhe kjo shumë pozitive. Pjesa tjetër pastaj e shoh që edhe rrymat muzikore po ta krahasojnë vite më përpara, për shembull kur lançua kënga ime me Erion Korinin e para, ka qenë një atëherë pëlqeshe pak turbo folk, pak më shumë. Pa diskutim që ne jemi Ballkan, na vlon gjaku dhe kur dëgjojmë pak ritme kështu, po sigurisht, dhe kjo është shumë normale dhe shumë e bukur, por që shoh edhe nga mediat vet, nga stacionet televizive muzikore që kanë filluar të bëjnë një lloj selektimi dhe kjo është shumë pozitive, sepse mendoj që publikut atë çka ne i ushqejmë, atë dhe ai merr. Kështu që është shumë e rëndësishme ta ushqejmë me vlera të vërteta. S'ka rëndësi edhe popullore të mirëfill dhe popullore të bukur dhe absolutisht ti vetë i ke prekur gjitha zhanret nga pak. Po, personalisht vetë. Ndërkohë jemi idenë që duhet ti të japësh publikut atë që do ti, apo duhet të përshtatesh me publikun dhe të dalësh pak nga vetja jote për t'i dhënë publikut atë që publiku do. Do ti ta mësosh publikun me mënyrën se si ti këndon, me atë ritmin tënd, do që të kesh ata njerëz tu që ndjekin, apo ndoshta duhet të ndryshosh për të marrë një masë më të madhe njerëzish. Dhe ka shumë këngëtarë që eksperimentojnë vend e pa vend. Po e qartë.
kjo do... Duhet edhe pa identitet fundit. Në fakte, këngëtari duhet të ketë një identitet. Unë e shoh si disa frone që ulen shumë emra. Dhe janë disa emra sot muzikën shqiptare që sado mbahet. Dhe dihet që është, po themi, unë po marr jo Malibohovën. Sigurisht. Dhe nuk zëvendësohet në askënd tjetër sado zëra të mirë të vinë etj. Megjithatë kjo pjesa e publikut pas kuptim që duhet të jesh shumë inteligjent të testosh dhe atë çfarë do publiku, po gjithmonë pa dal nga vetja jote se pastaj bëhet shumë monoton dhe njerëzit publiku është shumë i ndjeshëm dhe shumë i zgjuar dhe e kupton edhe thjeshtësinë dhe sinqeritetin, sepse dhe arti duhet të jetë i sinqert dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë jam përpjekur që ti balancoj të dyja, pa dalë edhe nga shijet e mia, po edhe duke ndjekur atë që do publiku pa diskutim. Me këto gazetat roz, muhabetet, si i ke? Të bezdisin? Tani Erion kam filluar që të mos i lexoj. Sa mirë ke bërë. Nëse më Po lexoj, nuk ka pasur lajme. Edhe unë shumë mendoj që nuk duhen lexuar, po kur hap atë Facebook-un do dalin aty në faqe të parë mërzitesh, po mos. Megjithatë, unë mendoj që duke qenë se neve tashmë jemi persona publik dhe kemi hyrë në këtë jetë që nuk është normale si gjithë të tjerët, i marrim përsipër dhe gjëra të tilla. Normale. Të ankohen njerëzit e famshëm nga gazetat është njësoj si të ankohet një marinar që e zëdeti. Është mirë. Okej, domethënë është gjë e mirë ti je, domethënë duhet të jesh në gazetë për të qenë në Po Greta nuk qahet Erion, se nuk është se ka pasur shumë spekulime. Jo, sidomos se ka ndërhyrje në jetën private. Ideja që ti jesh duhet të jesh në gazetë. Është një lloj, domethënë mund të konsiderosh publicitet. Ta ndikim klipin tani, çdo hap është një peng, ta shijojmë muzikën e mrekullueshme dhe të rikthehemi pas pak për ta komentuar. Edhe pse s'më mendon, shpirti jot s'më harron. Mos kujto se unë se di të mendoj ndonjëherë, gjysma zemrës më therr. Të kujtoj dhe unë tani do të të fal ndonjëherë. Asnjëherë ndonjëherë se di, më kupton e besoj, jetën tënde jetoj, pavarësisht se unë jeti. Rrugës kujto ti, jeta s'është veç një reng, jam e sigur tani më kujton, çdo hap është një peng. Rrugës kujto ti, jeta s'është veç një reng, jam e sigur tani më kujton, çdo hap është një peng, çdo hap është një peng. Vetën do t'zgënjej, me të njëjtën monet do t'a kthej. Atë që bëre ti se kupton, jo më ngatron, se jeta këtu s'mbaron. Do të t'fal ndonjëherë, asnjëherë ndonjëherë se di, më kupton e besoj, jetën tënde jetoj, pavarësisht se unë jeti. Rrugës kujto ti, jeta s'është veç një reng, jam e sigur tani më kujton, çdo hap është një peng. Rrugës kujto ti, jeta s'është veç një reng, jam e sigur tani më kujton, çdo hap është një peng, çdo hap është një peng. Ma tregonte me detaje se ku ka qenë, ku ka xhiruar klipin Greta.
teksa ne po e ndiqnim apo jo? Se do je dëgjuar në... Që obligo po shion të muzikën, absolutisht. Megjithatë, unë jam prapë me mendimin që i këndon kënga sikur ka ndodhur diçka më të vërtetë. Edhe tani që po shikoja. E fiksuar ti në aty dhe. Dhe jo vetëm, po komentonte edhe flokët, po kishte Greta, kisha Extension ti ato. Ishin shumë gjata flokët. Jo të mia ti ta shumë. Për lukun tënd. Po. Sa kujdesesh, sa kohë të merr, sado që të ndryshosh. Përpiqem që të kujdesem, pa diskutim që kujdesi më i madh është kur kam ndonjë event të rëndësishëm apo klipe apo gjëra të tilla që domosdoshmërisht jemi detyruar të fokusohemi edhe tek luku. Por gjatë jetës përditshme edhe aty, po jo në atë masë që kujdesem kur kam ndonjë gjë shumë të rëndësishme. Çfarë përfshin tani jeta jote e përditshme, Greta? Unë jam angazhuar në politikë dhe prandaj kjo ka qenë arsyeja që kam pauzuar pak nga muzika, por pa diskutim do të bëj një balans kështu të dyjave. Nuk ka qenë intensiteti shumë i lartë, po nuk është se ke munguar. Ka munguar në për koncerte, realisht ka munguar në për koncerte, për shkak të angazhimeve që janë në forumin rinor të Partisë Demokratike, një punë e imja e përditshme dhe një mision serioz, që jam përkushtuar. Është vështirë merr në politikë. Është shumë bukur. Pa diskutim njërë kur e dëshiron ta bësh diçka, unë i përkushtohem, sepse kam një gjë, e kam shumë të mirë që kur i hy, do të jem shumë e sigurt që ditja dalë, në të kundërt nuk i hy fare. Do të thonë do ta çoj deri në fund. Më duken njerëzit ose femrat që merren politikë duken si shumë të forta. Duhet të jesh realisht shumë fort. Është pak e vështirë për femrat, kontaktet, orët e vonat. Një artiste është e ndjeshme, është e brisht, është e butë. Një politikanë është e fort. Është ana tjetër. Lori, unë nuk e gjykoj që, domethënë, hyrja ime në politikë mua të më shndroi në karakterin tim. Pra, nuk është të thënë që t'jesh politikane dhe të shfaqesh shumë e egër. Ka nevojë njerëz për njerëz të butë në politikë? Pa diskutim. Jo, unë kam karakteri dhe forca tregohet në vend tjetër. Vota atje vetë brenda është e egër. Po, brenda është pa diskutim. Çdo profesion, pa diskutim në politikë është pak më ndryshe, por çdo profesion do dhe egërsi në momente të caktuara. Egërsi në sens që ka konkurrencë, e tillë është jeta në përgjithësi. Luftë e madhe, thonë, jeta është luftë. Kështu që megjithatë unë jam përkushtuar shumë seriozisht dhe me shumë dashuri në këtë mision, sepse më pëlqen jashtëmase të punoj me të rinj, dhe puna ime e përditshme më angazhon jashtëmase shumë sa unë kam stopuar në këtë moment nga arti. Fillimisht shumë njerëz ishin skeptik për hir të së vërtetës, duke thënë se nuk dim si do të dalë, është shumë e re, ç'ne Greta me politikën. Po, duke qenë se shifet si të dhanë më tepër kuraj, pra i dedikova vetes një sfidë të tillë që unë do t'ja përmbys ato pritshmëritë. Po, në fakt unë besoj që do të qenë ky opinioni i shumë njerëzve, dhe ka qenë pak e papritur hyrja ime në politikë dhe imazhi im si artiste, po unë kam ndjer një mbështetje shumë të madhe nga dashamirësit e artit tim, nga të rinjt, sepse unë vërtet i kam takuar të rinj në gjithë Shqipërinë për shkak të turit që kam nisur me FRPD-n, por Duartëkitë e kam marrë edhe si pjesë, si një politikane tashmë, dhe ndjej këtë mbështetje dhe ndjej shumë mirë. Kush janë më të bukur si Duartëkitë? Nuk i ndaj dot. Të dyja. Sepse unë e di që ata kur duar të kasin dhe për Gretën si artiste, dhe ti je artist është vërtet gjë e shenjtë. Ti ku ti trombe mund të kjo pjesa e politikës kur një artist futet në politikë, sepse tu tek ne është pak e vështirë kjo pjesa e politikës, sepse njerëzit janë të ndarë, janë si me thik. Jemi këtej ose jemi majtas ose jemi djathtas. Dhe një këngëtar ka fansa si majtas, si djathtas. Dhe kur përzihet dikur, mos ata që janë nga krahu kundër politikës, të shikojnë me një sy ndryshe, thonë ja, iku kjo, shiko ç'na bën. Tani edhe mund pa diskutim që edhe mund të ketë. Varet se si konceptojmë. Megjithatë, unë mendoj që ata njerëz që mbajnë një qëndrim pra të lëkundur as këtej, tregon forcë karakteri kur ti përqendrohesh thua këtu. Dhe unë kam një ideal dhe nuk e ndryshoj atë. Po kjo nuk do të thotë që unë të humbë fansat e mi si artiste. Sigurisht, sepse njerëzit nuk të duan nga ana politikës, po duan si Greta. Pa diskutim që, po unë edhe në pjesën tani si Greta si politikane. Po e harroj kur deltin sken dhe këndon, jam e bindur unë për të. Totalisht. E harroj se duan muzikën dhe gjithçka tjetër. Përfshirja në politikë është mirë për gjithë secilin, sepse të bësh pjesë e vendimarrjes, i shërben vendit, i shërben vetes edhe familjes tënde, kështu që kjo është. Po vesh edhe me pushtet. I tromber se mund të shndroj pushteti?
Jo, karakterin tim nuk ma ndryshon do të asgjë Lori. Nuk ka shanse. Më beso, jo, nuk ndodh. Mirë, Greta këngëtare edhe Eni këngëtare. Greta në politik. Mos valla dhe Eni në politik? Ka shprehur dëshirën? Eni është shumë e vogël, po i pëlqen shumë. I pëlqen kështu dhe më ndjek dhe unë për shkak të punës madhe detyrojmë që të shkoj majtas, nuk e di pse kam i bile. Nuk los, është ideal gjak familje. Eni tani, unë takoj me Enin kur vinë vonë në shtëpi dhe atë gjen gjumë për arsye se çohet herët në mëngjes dhe niset për shkollë. Më thot, ku je dhe më put me shumë dashuri, sikur nuk më ka takuar, dhe më thonë shduna, sikur nuk më ka takuar thuajse një javë. Dhe thot, po ti po lodhe shumë, po unë nuk po të takoj fare. Dhe shef gjithë të intensitetin e lëvizjeve të mia, i pëlqen, po është ende herët për dëndë. Eni ti pëlqen shumë të bëhet doktoresh, dhe thot, unë do t'i hy shumë seriozisht, tani studion fuqishëm biologjin dhe kimin, sepse thot do bëhem doktoresh. Dhe unë kam bindjen që ajo ka vullne të paparë, dhe në që se e fikson ajo, bëhet doktoresh. Të ka bërë kjo më angazhimi jot politik është më të merresh, të njohësh më shumë njerëzit më afër, ndryshe nga që ke njohur nëpër koncerte, të njohësh edhe hallet dhe problemet në të vërtetë që të njerëzit kanë bërë, ndoshta shpesh të bënte më njerëzor kur i prek vërtet nga afër. Në shohësh realitetin me shumë gjyra, po ndoshta të njohësh edhe pjesën gri. Unë fillimisht që në momentin e parë që kam marrë emrimin, kam lëvizur në një tur në gjithë Shqipërinë ku kam takuar të rinjt, për të njohur me ta, për të njohur me strukturat drejtuese, pra se me kë do të punoja dhe kë do të drejtoja. Dhe kam ndjerë edhe problemet e tyre. Sot nuk ka familje që nuk ka probleme, si familja ime, si familja juaj, të gjithë. Dhe unë nga kjo anë ndoshta çdo kush është njerëzor, edhe të dhem pak zemra kur dëgjon një problem apo një hall etj. Jam përpjekur që të gjithë të rinj, duke qenë se kjo është puna ime, unë punoj me të rinj, i pres, i takoj për ditë takimet e mia janë të përditshme me ta, i dëgjoj dhe mundohem që me aq sa janë mundësitë, t'i ndihmojmë dhe t'i mbështesim dhe t'i përkrajmë, dhe kjo ndodh për herë. Japim një mesazh të fundit për gjithë publikun që po na ndjek në këtë moment nga Greta. Që mesazh t'i jap për parë. Unë kam shumë dëshirë një herë t'i jap një mesazh për të gjithë ata të rinjt që duan të hyjnë në botën e muzikës apo në çfarëdo lloj profesioni tjetër, sepse para 3 ditësh, Lori edhe Erion takova një zonjë, ishte me vajzën e vetë, dhe vajza kishte shumë dëshirë të angazhoheshe, dhe më kishte lidhur mua, si familje, dhe thoshte dua që vajza të angazhohet, po unë s'kam mundësi, jo, po nuk e mbështeste e ëma vetë, ëma dhe jati. Unë dua t'jap një mesazh për gjithë ata prindër që zbulojnë që fëmijët e tyre kanë një talent. Investoni dhe përkushtojuni me shumë dashuri, sepse është shumë e rëndësishme mbështetja e familjes. Do të thonë, Greta Koçi nëse ka arritur deri në këtë pikë është vetëm fal familjes dhe ata kanë dhënë gjithë shpirtin te unë. Pra ka lënë çdo gjë tjetër dhe janë përqendruar te Greta. Tashmë tek motra ime, po fillimisht domethënë po flas për vete. Kështu që mos i vini të këndojnë, të kenë zë të bukur dhe të këndojnë vetëm në shtëpi për ju. Ju kënaquni me zërin e tyre, por investoni për ta. Absolutisht, është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë që ishëm me ne, ishte kënaqësi Greta. Për mua ishte kënaqësi shumë e madhe, ju uroj suksese në këtë emision të bukur dhe të jashtëzakonshëm që ju fal kënaqësi gjithë publikut shqiptar. Miratsh, ja mirëpritur gjithmonë. Deri në kemi të hapur. Faleminderit. Kalojmë në publicitet, vetëm pas publicitetit do të keni mundësi që të ndiqni pazarin që ne kemi realizuar në Koma, gjithashtu edhe kuzhinën nga shef Tani. Publicitet.